أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, falenderimet, lavdrimet janë për Zotin ton, krijuesin dhe udhëzuesin ton. Salatet dhe selamet, përshëndetjet dhe lutjet tona më të mira janë për zotëriun e gjithë bijve të Ademit a.s., vullën e gjithë pejgamberve, Muhammedin të birin e Abdullahut, mbi Ali Bejtin, familjen e tij të pastërt, mbi sahabët, shokët e tij të ndershëm, dhe mbi gjithë ata të cilët e pasojnë sunetin e pastërt Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër dhe motra, Allahu Taala kur na ka kriju, na i kalon dy forca të errta të cilët janë të prirura për të na bë që të jemi të padëgjueshëm ndaj krijuesit ton Allahut subhanahu wa taala. Kalon nefsin al-ammara bis-su, egon e cila nxit për të bë keq, dhe iblisin, shejtanin e mallkuar, i cili u dëbu dhe u mallku nga ana e krijuesit Allahu azza wa jall, dhe deri në ditën e gjykimit e la të mallkuar dhe nuk e mëshiroi dhe nuk ja pranoi tauben e tij. Me po këto dy forca të errta të cilët gjenden te secili prej neve, gjithmonë veprojnë që ne të jemi të padëgjueshëm ndaj Zotit ton, ndaj Allahu Taala, ndaj krijuesit ton. Iblisi, si fillestar i botës së shejtanëve, të cilët më vonë edhe u dëbun për xhenetit dhe u mallkuan dhe u larguan nga mëshira e Allahu Taala, në fillim ishte në shoqëri të melaqeve, engjëve të Allahu Taala. Po ashtu ishte edhe me Ademin a.s. në xhennet. Mirë po kur Allahu Taala kërkoi prej tij që t'i bënte sejdë Ademit a.s., atij dhe melaqeve, engjëve tjerë, wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adama fasajadu. Kur Allahu ju tha melaqeve për uluni, bëni sejdë Ademit, të gjitha i bën, përveç iblisit. Kana min al-jinn, sa ishte prej gjinve, tha Allahu Taala. Aba wastakbar, refuzoi dhe u tregu mendjebat. Pyetja është, kush e nxiti iblisin kur s'ka pas, kush e nxiti iblisin me qenë i padëgjueshëm ndaj urnit të Allahut Taala kur s'ka pas shejtan? Shejtani do të ishte vet ai, për arsye se u mallku dhe u dëbu nga mëshira e Allahut Taala. Mirë po çfarë ishte ajo forcë e cila e bëri iblisin e mallkuar që t'i largoj apo të jeti padëgjueshëm ndaj urdhrit të Zotit të vet? Dietarët kanë thënë, ka qenë kjo egoja, ose an-nafsul ammara bis-su, nefsi, egoja e cila është e prirur me na urdhëru dhe me na nxit me bë veprime të këqija. E pastaj në bashkëpunim që të dyjat, egoja dhe shejtani mallkuar, puna e shejtanit është që mja hershu egos e cila urdhëron punë të këqija dhe nxit për me bë punë të këqija, mja hershu veprimin për ta bë punën e keq. Për shembull, shejtani mallkuar është ai i cili na bën që të shiqejmë në haram, të dëgjojmë haramin, na i zbukuron dhe na i sjell ndërmendje gjanat të cilat janë të këndshme pastaj për egon, për nefsin, dhe në mënyrë që të tregohemi të padëgjueshëm ndaj Zotit ton. Kështu veproi edhe me Ademin a.s. shejtani mallkuar. Kur bënën gabimin, mas pari iblisi ka shi Zotit vet, që nuk ju për ull, nuk i bëni sejdë Ademit a.s., jo sejdë adhurimi, po sejdë nderimi, sikur që Allahu kërkoi, sikur ne që e bëjmë me gurin e zi kur e puthim, jo për adhurim, apo sillemi rreth qabës, jo për adhurim, po nderim dhe kryerje të një urdhnit Allahu Taala që na ka dhënë urdhën Zoti ynë, në adhurim ndaj Zotit, duke respektu urdhnin Allahu Taala dhe duke respektu mësimet e Muhamedit a.s., sa ai e ka bën një gjë të tillë. Dhe shejtani kur u dëbu për mëshirës Allahu Taala, atëherë ai u armiqsu dhe më tepër me Ademin a.s. dhe me pasardhësit e tij dhe Havës a.s.
Kështu që bani çmos që Allahu që ta nxiste mas pari Ademin a.s. me bashortën e tij, të bënin gabime karshi Zotit dhe të dëboheshin prej xhennetit. Nga zilia, ai nuk mund të pranonte që Ademi të vazhdonte të jetë në xhennet, ndërsa ai të ishte i dëbuar prej shoqërisë së mirë, shoqërisë me laçeve edhe vendbanimit të mirë sikur që ishte xhenneti. Andaj shkoj dhe ja hëshoj këtij nefsit të Ademit a.s. pemën e ndalume, të cilën Allahu Teala ja kishte ndalu, dhe i tha se nëse prek dhe han prej fruteve të kësaj peme së ndalume, për cilën neve nuk kemi kurfar informate se çfarë peme ka qenë, ndërsa shënimet biblike që e potencojnë mollën, ato të gjitha nuk kanë kurfar baze as në libër të Zotit e as në sunetin, traditën e pasët Muhamedit alayhi salatu wassalam. E dim se është pemë, me po çfarë fruti ka qenë neve nuk kemi informat. Por e dim se ka prek, se i ka thonë po e preke këtë pemë, nëse han nga kjo pemë, atëherës ti do t'jesh i pavdekshëm. Dhe nefsi, egoja jon, epshi ynë, kërkon gjithmonë që të mirat të jenë të përhershme. Dhe Zoti mos më na sprovu me marrjen e atyne të mirave të cilat i posedojmë. Andaj lakmia e bani e këtij nefsi që Ademi a.s. të prekte pemën e ndalume e pastane të meritonte edhe dëbimin nga xheneti nga unë Allahu Teala. Mirë po, Allahu i lartësuar, mëshiruesi, i gjithëmshirshmi, e pranoi teuben e Ademit a.s. i cili bani gabim të nefsit, gabim të epshit. Nuk e bani gabim të menhexhit, metodologjisë sikur që e bani shejtani i mallkuar kur refuzoi urdhnin Allahu Teala që t'i binte sejdë nderimi Ademit a.s. Por këtu ishte epshi i Ademit a.s. që të kërkonte pavdekshmërinë dhe e shkelin një urdhën të Allahut, apo më mirë themi një ndalesë të Zotit të vet, dhe u bë meritor që të dëbohej nga xheneti. Por shpejt e kuptoi gabimin Ademi a.s. dhe i kërkoi falje Allahu Teala. Dhe Allahu me mëshirën e vet të madhe e pranoi kërkim faljen e Ademit a.s. dhe Havës a.s. Dhe Zoti xhalla xhelaluhu atyre dhe pasardhësve të tyre u ala derën qel deri në ditën e gjykimit, që gjithmonë pas gabimeve të kenë mundësi që të pendohen tek Zoti i tyne, i cili inshallah nëse jem të sinqert në kërkim falje tek Zoti ynë, Zoti na i pranon këtë kërkim falje dhe na i fal mëkatet dhe lëshimet që i bëjmë karshi atij. Përkundër asaj se u dëbu nga xheneti, Ademi a.s. me nonën tonë Havën a.s. atyne ju dha mundësia dhe pasardhësve tyne që të rikthehen në xhennet dhe të jenë të pavdekshëm, pasi që ishte dëshirë e tyne që të shijojnë pafundësisht mirësitë e xhenneteve të Allahu Teala, dhe Allahu e zbukuroi xhennetin për Ademin a.s., Havën a.s. dhe pasardhësit e tyne të dëgjueshëm, të mirë, të cilët do të ndjekin rrugën e Zotit tyre dhe të pejgamberëve dërguarve të Zotit tyre. Dhe dera e tëubës e pendimit ka mbet e hapur deri në ditën e gjykimit, sikur që e shohim në hadithet të cilat inshallah do të mundohem me i cek shkurtimisht disa prej ajeteve dhe haditheve të pejgamberit a.s. që flasin në lidhje me këtë temë, e cila është shumë e rëndësishme për secilin prej neve. Për arsye se secili prej neve gabojmë dhe bim prej e kërkesave dhe egove dhe epsheve tona. Secili prej neve. Kullu ibnu Adam khata, tha pejgamberi a.s. gjithë bijtë e Ademit janë gabimtar. Dhe sa gabimtarët më të mirë janë ata të cilët pendohen, tha Resulullahi sallallahu alaihi wasallam, hadithin transmeton Tirmidhiu dhe është hadith hasan sahih. Mirë po, janë dy hadithe shumë shpresdhënëse për gabimtarët, për secilin prej neve. Edhe forsi që është para juve tani, edhe secili prej neve
jemi gabimtar. Në këtë apo në atë formë. Qoftë duke dalë për jashtë shiqimin të cilin jemi të ballafaqum gjithmonë me gjëra të cilat i kemi ndaluar me shiqu, qoftë veshi ynë i nënshtrohet gjënave të ndalume, mendimet, veprimet, gjuha jon dhe gjërat e tjera, na bën që neve në konstante të kemi lëshime ndaj Zotit tonë. Dhe kjo është natyrë të cilën Allahu Teala na e ka kriju, sikur që ka në hadithet e pejgamberit alayhis salam, që ka qenë vullneti i Allahut me na kriju të ktill që ne me bë gabime edhe pastaj ne me kërku falje Allahu Teala e Zoti ynë me na i fal inshallah gabimet të cilat i bëjmë. Edhe nëse i rikthehemi, Allahu me na i fal ato. Ka qenë vullneti Allahu Teala me kriju një krijesë e cila gabon, pastaj pendohet, pastaj përsëri gabon, pastaj përsëri pendohet, në mënyrë që me kërku faljen nga krijuesi, nga Zoti i ynë. Mirë po, Allahu e ka mëshiru këtë krijesë, të cilën e ka zgjedhur mesin e gjithë krijesave të tjera, të quajtur njeri, Allahu Teala e ka zgjedh dhe ja ka mundësu kësaj krijese të zgjedhur të vetën që të pendohet dhe t'ja pranoje pendimin dhe ta resetoje në gjuhën e sodit, të teknologjisë sodit për flas dhe ta kthejnë pikën zero, sikur të ishte i pamkate, sikur që tha pejgamberi alayhis salam, at-taibu min adh-dhanbi kaman la dhanba la, pendusim nga mëkati sikur ai i cili nuk ka mëkate. Kur pendohet robi, kur sinqerisht është i sinqert në zemrën e tij, mendjen e tij dhe e urren veprimin që e ka bë duke shkel ndalesën e Allahut apo duke mos vepru urdhresën e Allahut Teala dhe i kthehet Zotit sinqerisht me pendim të thellë, me urrëtitë e veprimit të cilin e ka vepru, Allahu e pranon. Thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, një hadith shumë i rëndësishëm në lidhje me çështjen e Teubës, i kam dy këtu para vetës, thotë Resulullah sallallahu alaihi wasallam, nga ana e perëndimit është një derë, transmetuesi i hadithit dyshon, a tha, një derë e cila është e gjatë 40 vite eci apo 70 vite. Mirë po, ajo që na intereson, kjo derë është e hapur, tha pejgamberi alayhis salam, që Allahu e ka hap këtë derë për pendim në ditën kur i ka kriju qiejt dhe tokën dhe nuk do ta mbyllë derisa të lind dielli nga atje. Subhanallah. Allahu, hadithin transmeton Tirmidhiu, Imam Ahmeti, Tabaraniu, dhe është hadith hasan sahih, sikur që e ka cekë edhe Sheikh Albani në librin Sahih at-Targhib me numër ndor 3137. Shumë më rëndësi që Zoti kalon një derë kthese tek madhria e tij për krijesën njeri. Allahu na e kalon këtë derë qiell. Në ditën kur ka kriju qiejt dhe tokën, e kalon nga ana e perëndimit të tokës, të planetit ton, e kalon një derë të qelë, e cila është, subhanallah, diku rreth 40 apo 70 vite ecje, gjerësia e asaj derë. Dhe për këtë falenderojmë Allahun Teala që na ka mundësu me pas derën e pendimit të qelë, të hapun deri në ditën e gjykimit. Një hadith tjetër pashtu interesant e kemi kur dhe këtë hadith na e transmeton Imam Ahmeti, Hakimi, Bejhekiu, Imam Tahaviu në Mushkil Athar dhe sikur që ka përmend Sheikh Albani në Sahih Targhib o Tarhib numër 2142, është hadith i vërtet, është hadith sahih. Thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, nga Ibn Abbasi është ky transmetim, thot Resulullah sallallahu alaihi wasallam, kanë ardhur kurajshitët, fis arab që kanë jetuar në Mekë, fisi i Muhamedit alayhis salatu wassalam, dhe i kanë kërku Resulullah sallallahu alaihi wasallam që kodrën e Safas, Safa është mu afër oborrit të Qabës, dhe sot kur e bëjmë Safa Marwan, sa'in, ecjen në mënyrë simbolike, ashtu si që ka bën nona Ismailit alayhis salam Haxheria nga kodra e Safas deri në kodrën e Mervës, duke shiqu kur e kalon Ibrahimi alayhis salam bashkë me djalin e saj, të cilën ka pas të vogël në gjirjen e saj, kur e kalon të vetme në shkretinë në vend pa ujë, pa ushqim, pa njerëz,
ka ju mes dy kodrave dhe ka shiqu mos ka ndoj udhëtar të rastit, do një kalimtar, në mënyrë që me kërku prej tyne ujë, se ishin hargju rezervat e ujit të cilët i kishin, po Allahu Teala i mëshiroi dhe ua dërgon Xhibrin a.s. dhe ua dërgon burimin e ujit më të mirë në sipërfaqe të tokës, ajo është uji i Zemzemit, që edhe sot e kësaj dite, elhamdulillah, besimtarët, miliona besimtar anëm ban rruzullit toksor, pin nga ai ujë. Allahu ja mundsof të gjithë atyre të cilës kanë qenë që të pin nga uji më i mirë, sikur që ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, sipërfaqe të tokës nga uji i Zemzemit. E kjo kodër, Safas, ka qenë në kohë të pejgamberit alayhi salatu selam dhe vazhdon edhe sot me qenë, po në një formë shumë më të ulën. Është modifikuar për shkak të haxhilerëve dhe umrexhive, të cilët në mënyrë simbolike e bëjnë ecjen e haxherës 7 herë, sajin mes dy kodrave Safa dhe Marwa. Këta erdhën dhe i thanë Muhamedit alayhis salam, që neve ty nuk po të besojmë që je pejgamber, po ti nëse na jep një mrekulli, një mucize, dhe na e bën kodrën e Safas të tërrin ari, atëherë e vërtetojmë që ti je vërtet i dërguar i Zotit dhe Zoti për ty po ndron konfiguracionin dhe për ty po ndron edhe natyrën e krijimit që Allahu Teala ka bë që ta ketë kriju një kodër e cila është shkëmbing. Mirë po ti nëse lut Zotin dhe Zoti për duan tënde e ndron dhe e shndron kodrën e Safas në ari, ne do të besojmë që ti je pejgamber. Dhe e lut pejgamberi alayhi salatu wassalam Allahun Teala në mënyrë që me qenë një prej mucizave të pejgamberit alayhis salam të dukshme, e lut Allahun Teala, o Zot, popullim po kërkon që kodrën e Safas të shndron në ari, a bën me na e bë kodrën e Safas ari. Xhibrili alayhis salam dërgohet nga Allahu Teala dhe vjen Xhibrili alayhis salam, ky melek i madh, puna e cilit ka qenë me kontaktu Muhamedit alayhis salam dhe gjithë pejgamberët para tij. Vjen dhe kontakton Muhamedit alayhis salam dhe i thot: Zoti po të përshëndet ty me selam o Muhammed dhe po të thot: nëse e dëshiron e bëjmë Safan, kodrën e Safas për ta prej arit. Por nëse ata pas kësaj mohojnë, atëherë do t'i dënoj, po thot Allahu Teala, me një dënim që nuk kam dënu askënd prej krijesave të mia më parë. Ti nëse don, lutu, dhe Allahu ta pranon lutjen tënde dhe e shndron kodrën e Safas në lutje. Por Zoti po t'jep dy gjëra. Një mundësi me ta pranu duan tënde dhe kërkesën e tyre që kodrën e Safas me e bë të tërën ari. Mirë po a jap juve një alternativë tjetër. Ajo është nëse u a bëj këtë edhe ju se besoni përsëri Muhamedit që ka qenë pejgamber, sikur që banën popullin kohën e Isës a.s. kur i kërkun Isaut a.s. një sofër nga qielli dhe Allahu u zbriti pasi që ju lut Isa a.s. me po kur mohun, Allahu i ndëshkoi pastaj keq mohusit që pat për tyne që edhe përkundër asaj që e pa një mucize të tillë, nuk e besun pejgamberllëkun e Isës a.s. E tash, njëjtën gjë kur e kërkun kurejshitët, Muhamedi alayhi salatu wassalam e luti Allahun Teala, Allahu i tha unë e bëj. Inna Allah ala kulli shay'in qadir, nuk ka send për Zotin që është e pamundshme, Zoti mund çdo gjë me bë. Mirë po tha, nëse nuk besojnë unë ju jap dënimin që si kam bën askuj prej krijesave më parë. Edhe më tron se popullit lutit alayhis salam. Edhe më tron se popujve tjerë që kam treguar në Kur'an se si i kam përmbyt në ujë apo i kam mbyt me za apo me erë. Mirë po, u a jap edhe një opsion tjetër, ajo është u a hap derën e pendimit dhe të mëshirës, nëse dojnë. Ani pse më kanë bërë shirk, ani pse më shoqërojnë shok dhe më bëjnë zullum, unë jam kriju si ty në ata në mendojnë se ka edhe të tjerë që i posedojnë cilësit e mia, unë me gjithat po a hapi derën e pendimit. Dhe Muhamedi alayhi salatu wassalam tha, atëhere më mirë po e kërkojmë o Zot të lëm të hapur derën e pendimit dhe të mëshirës. Dhe alhamdulillah,
kjo derë e cila ishte hapë si mshirë për Allahu Teala, qysh në kohën e atëhershme, mbet e hapun dhe deri në ditën e gjykimit, kur para ditës kiametit ndodh që të kthehet dielli në vend se të lindë në lindjen e saj, do të lindë nga perëndimi i saj. Gjerë në atë ditë mbetet e hapur dera e pendimit dhe mundësia që secili prej gabimtarëve të pendohet tek Allahu Teala. Zati edhe kjo është urdhën dhe kërkesë e Zotit për ne. Dhe tha Allahu Teala: Ja ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. O ju që keni besu, pendoheni te Zoti juaj me pendim sinqert, sura Tahrim ajeti 8. Po ashtu tha, pendoheni gjithë tek Allahu, o besimtar, në mënyrë që të gjeni shpëtim, sura Nur ajeti 31. Dhe sa ajeti tjetër në sura Zumar, ajetet nga 54 deri në 56, Allahu thret që të kthehemi tek ai dhe thot: dhe kthehuni te Zoti juaj dhe përuluni atij para se t'ju vijë dënimi, se pasaj nuk do të ketë kusht ju ndihmoj. Përmbani asaj më të mirës që është shpall nga Zoti juaj para se t'ju vjen dënimi befas e ju të mos dini, dhe mos thot dikush: oj mjeri unë që i kam lënë mangat respektimin ndaj Allahut dhe që kam qenë për atyne që talleshin me Zotin e tyne, me librin e Zotit, me pejgamberin e Zotit, me besimtarët e Zotit. Dhe sot gjejmë të tillë edhe në mesin tonë, për fat keq që gjejnë mënyrë për më utallë me librat e Zotit dhe me Zotin krijuesin e tyne, por për ta është dënimi i madh ditën e gjykimit. Allahu e pranon derën, e pranon pendimin e atij që sinqerisht pendohet. Thot Allahu Teala sura Shura ajeti 25, ai është që pranon pendimin e robërve të vet dhe i shtyn të këqijat dhe e di çka punoni. Ç'kjo është mirësia e pranimit të tobës, pendimit. I shlyn të këqijat, edhe pse e di se çka kem punu. Të gjitha. Allahu është ai i cili të shlyn mëkatin e mosfaljes së namazit, mëkatin e mospranimit të Zotit. Ke qenë ndoshta edhe ateist, me pa Allah po thotë unë të shlyj. Mjafton që ti më u kthy sinqerisht te Zoti yt. I shtyn edhe ato vite të cilat ti ke qenë pa namaz. I shtyn edhe ato vite të mëkatimit tënd që i ke pas nëse ti ke qenë prej atyre që kanë përdorur alkoolin, apo kamatën, apo e kanë shit alkoolin, apo kanë dhënë parë me kamat. I shtyn edhe mëkatet të motrat tona të cilët janë të pambulume, për në ditën që vendos me mbulu veten e saj dhe me qenë respektuar kërshi Zotit saj, Allahu e pranon tëubën e saj dhe i shlyn mëkatet të cilët ajo i ka bërë kërshi krijuesit të saj. Thot Allahu Teala: a nuk e ditën ata se Allahu është ai që e pranon pendimin e robërve të vet, e pranon edhe sadakat në mosha, dhe se vetëm Allahu është ai që shumë pranon pendim dhe është mëshiruesi. Dhe kur mos thuj, s'm pranon mu Zoti tëubën, se unë kam bërë kët apo atë mëkat. Thot Allahu Teala: o robët e mi, kul ja ibadi alladhina asrafu ala anfusihim. Thuj o robët e mi të cilët keni ngarku veten me shumë gabime, mos e humbni, la taqnatu min rahmatillah. Mos e humbni shpresën ndaj mëshirës së Allahut, pse vërtet Allahu i fal gjithë mëkatet. Ai është që shumë fal dhe është mëshiruesi. Mos e humb, Zumar ajeti 53, mos e humb shpresën tek Zoti yt, nderuar vëlla dhe nderuar motra. Mos thuj, unë që akum ba mos mi falë Zotin. Nuk ka gjuna të cilën Allahu Teala nuk e falë. Thot Allahu Teala në një hadith kutsi quhen kur pejgamberi alayhis salam flet, mirë po flet sikur në vetën e parë të kishte fol vet Allahu Teala, i cili thot në këtë hadith kutsi: o biri Ademit, ti derisa më lutesh dhe shpreson tek unë, do të fal të gjitha ato që i ke, wala ubali, dhe se kom dert, se kom gajle për këtë çështje që ti ke ba, mi për kur qëpë se ti vërtet je pendu dhe për i kthej Zotit tëmë, Allahu Teala thëtu në ty t'i fali. Sikur që ka në hadith tjetër kutsi, thëtë Allahu Teala: kush më afrohet mu një plam, i afrohem një parakra. Kush më afrohet mu duke ec, i afrohem vrap. Mjafton ti veç mu njët drejt Zotit tënd, kime e pa që Zotit yt i hap dyrët e mëshirës dhe të pranën. Allahu është që e pranën pendimin
tënd i nderuar vëlla dhe nderuar motër. O biri Ademit, o ti njeri, sikur të arrini mëkatet e tua skajet, lartësitë e qiellit e pastaj të më kërkoje falje, do të falja wala ubali, dhe se kom dert, se kom gajle. O biri Ademit, sikur të arrini mëkatet e tua skajet e lartësisë e pastaj të më kërkoje falje, do të falja dhe se kom gajle, dhe sikur ti të më vije me mëkate sa sipërfaqja e tokës e pastaj të më takoje duke mos më përshkruar shok askënd, do të ktheja me aq fali. Mëshira e madhe e Zotit tonë. Edhe mos mendo, shumë kom gjunahe, s'm mi fal. Shumë borxhe me njerëz është problem, qysh me t'i fal, kur ke të shumta. Ma borxhin me Allahun ke përpara një Zot bujar, një Zot të madh, të mëshirshëm, i cili të mëshiron dhe të fal, inshallah. Po ashtu, mos të harro se edhe melaqet Allahu Teala që e bajnë arshën e Zotit luten për ne që Allahu më na i fal. Dërsa ata thot Allahu Teala në surat Ghafir ajeti 7, melaqet që e bajnë arshin dhe ata që janë përreth tij lartësejnë me falënderim Zotin e tyre, besojnë atij dhe luten atij t'i fal ata që kanë besu. Dhe thëjnë, Zoti ynë ti me mëshirën dhe me diturinë tënde ke përfshirë çdo send, andaj falje ata të cilët u penduan dhe ndoqën rrugën tënde dhe ruaj ata nga dënimi i xhenemit. Subhanallah, kemi melaqe të cilët nuk gabojnë, ka kriju Allahu Teala veç për adhurim, nuk e kanë nefsin ton që i mëson me bë keq dhe shejtani nuk ka ndikim tek ata. Ato luten për njerëzit bita Ademit alayhis salam, të cilët pendohen dhe kërkojnë falje. Dhe ato luten te Allahu që Allahi me i fal dhe me pranu tauben, pendimin e tyre. Allahu i dën të pendumit. Thot Allahu Teala sot Bakara ajeti 222, Allahu i do ata që pendohen dhe ata që ruhen prej punëve të ndyta dhe të neveritshme. Allahu dën ti kur kthehesh tek Zoti i yt dhe gëzohet kur ti pendohesh. Sikur që ka në hadith pejgamberit alayhi salatu wassalam, të cilin e transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij. Thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu gëzohet më shumë me pendimin e robit të tij kur ai pendohet se e jep një shembull të një personit i cili ka qenë me kafshën e tij, për shembull me kala, me deve, në shkretir, dhe ajo kafshë i ka ik, duke ja marrë edhe ushqimin të cilin ky e ka pas, edhe pijen e pronarit. Dhe ky kur mbetet në shkretir, pa ushqim dhe pa ujë, dhe i humbin shpresat nga ajo, shkon e gjen një pemë midis shkretinës, shtrihet në hijen e tij, duke qenë me shpresat humbura nga kafsha e humbur, mirë po, nëse ajo i paraqitet përpara tek ai e ka për dizginash e pastaj nga gëzimi i madh, thot, o Allah, që gabimi që e bën për gëzimit madh, ti e robi ime, unë jam Zoti i yt. Nga gëzimi nuk din se si me usjell edhe nuk e kontrollon fjalë që i dalin prej gojës. Mëse më thon, o Zot, o Allah, ti je Zoti im, unë jam robi i yt, tha, o Allah, unë jam Zoti i yt e ti je robi im, Allah i na ruaj për fjalëve të kufrit që kanë të mosbesim. Mirë po, thot Allahu gëzohet ma shumë edhe se që ky që nga gëzimi nuk diti edhe se çka është të fol. Allahu që shtoj gëzohet pendimit tënd të vëlla, nëse ti i kthej Zotit tënd dhe largohesh nga rruga e kufrit, mosbesimit. Allahu i gëzohet shumë pendimit tënd nëse ti kthehesh nga mosfalja e namazit dhe fillon me fal namaz. I pendum ka shi Zotit tënd që ti se ke adhuru Zotin tënd. Allahu i gëzohet shumë nëse ti e braktis alkoholin, shitjen e saj apo përdorimin e saj. I largohesh kamatës. Allahu i gëzohet shumë motër nëse ti i kthehesh Zotit tënd e pendume dhe vendos mbulesën sipas asaj, sipas mënyrës që të ka mësu dhe ka kërku Zoti yt dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam. Ti kthehemi Zotit ton, ta gëzojmë Zotin ton dhe para zgjidhesh ta shpëtojmë veten ton në këtë dhe në botën tjetër. Sa Allahu thot për ata që nuk pendohen, ata janë mizor, surat Hujurat, ajeti 11. Ata janë zullumqar,
Ata që nuk pendohen, të tillët thot Allahu Teala janë zullumçar, janë mizor, që i kanë bë zullum mas pari Zotit tyne, pastaj edhe vetes së tyre. Thot pejgamberi alayhi salatu wasallam, hadith që transmeton Imam Muslimi, vërtet Allahu i madhru me shtrin dorën e tij gjatë natës për t'ia pranuar pendimin atij që ka bë keq gjatë ditës, dhe e shtrin dorën e tij gjatë ditës për të pranuar pendimin atij që ka bë keq gjatë natës. Kështu e bën Allahu për çdo ditë dhe çdo natë derisa të lind dielli nga perëndimi, që është e Kiametit. Momentin kur vije dita që dielli mend se të lind nga lindja e saj, lind nga perëndimi, aty ku perëndon, nëse kthehet mbrapa, atëherë mbyllen veprat tona ashtu siç kanë qenë dhe nuk pranohet më teubeja që neve t'i kthehemi Zotit ton ashtu siç ka kërku Allahu Teala. Allahu tham e pranon teuban, sikur që ka në hadithe të pejgamberit alayhi salatu wasalam, dhe ka treguar Resulullah sallallahu alaihi wasallam për një person i cili ka qenë zullumçar dhe i ka vrarë 99 njerëz. E pastaj ne i ka rënë mend me u pendu dhe ka dashur me u kthy Zotit vet. Dhe ka pyet, si unë mu pendu, si të kthehem te Zoti, e ka dërguar te një murg, i cili ka qenë faltore të tij, që ka besuar Zotin. Me pas ka pas dijet mjaftueshme për Zotin, që është e keqja e disave të cilët posedojnë dijet pjesërishme, dhe aty ku s'kan dije, bëhen sikur të ditur dhe mund që ta devijojnë njeriu në pyetjen që ja parashtrojnë atij dhe nuk i japin përgjigjen e duhur. I tillë kishte qenë edhe ky, që kur e pyeti dhe i tha, a ka teube për mua, unë i kam vrarë 99 vet dhe duhet që të pendohem. A ma pranon mu Zoti pendimin? E ai nga mosdia ju përgjigj dhe i tha, ja, për ty s'ka pendim. Qysh don mu pendu, ke vrarë 99 njerëz, edhe Allah po pyet a ka teube për mua. S'ka për ty teube dhe pendim. Atëherë ky u hidhru me ta dhe atëherë u soll në mënyrë sikur që sjell edhe ata para këtij dhe e vrau edhe këtë dhe i bani 100. Mirë po, kërkesa për më u pendu ishte ende prezente të ky, pyti, a s'ka ndaj derë që une mi u drejtu Zotit tim, atëherës i thanë për një person më ditur, i thanë është edhe një njeri i cili din për këto çështje më shumë se ne, shko tek ai pyete, do shta gjen një rrugdalje për ty, e gjet e takoj një njeri që kishte dije dhe urtësi, e pyeti, tha, kështu i kom bë 100 vrasje, mi po jam pendu, a ka derë të hapun pendimit për mund tek Zoti im? Normal që njëri që ka dije dhe e din se nuk mundet të flet në emër të Zotit dhe me thonë ty Zoti s'ta fal. Nuk ka gjuna që nuk e falë Zoti. Veç mjafton që ne me qenë sinqert dhe mi u drejtu Zotit, sinqerisht pendum, të thym, që Allahu me na e falë atë mëkat të cilën e kem bërë. Dhe kur ja spjegoja në këtë mënyrë dhe i tha që Zoti ta pranon, me po shkon filon vendin, largohi prej vendbanimit tënd ku ke jetu, shko se atje ka njerëz të mirë dhe jeto atje, ky u nis i gëzuar që më në fund e gjet një vend në cilën do të qetësonte shpirtin e tij dhe ndërgjegjen e tij, duke shkuar rrugës, vdes në rrugë, thot Muhamedi alayhi salatu wassalam, në këtë hadith që transmeton Buhariu dhe Muslimi. Atëherë vin me laçet, me e marr, ku me e qu shpirtin e këtij? Me qu tek xhenetlit të të mirët, apo me qu tek xhenhemlit të të këqijt? Atëherës filloi mes tyne biseda mes melaçeve të mshirës dhe melaçeve të dënimit. Melaçet e mshirës donin me marrë me vete, se thonin ky është pendu me zemër, është kthy ka Zoti, dërsa melaçet e dënimit thonin si me lon në shku të të mirët kur ky kur s'ka bo vepër të mirë. Ky duhet me shku të të këqijt. Atëherë Allahu e dërgon një melaç, thot pejgamberi alayhis salam, një melek në formë të njeriut, një angjëll në formë të njeriut për gjyku mes tyne. I cili u thot, mat një largësinë mes dy vendeve. Kështu të cilin vend të jetë më i afërt, i takon atij. Matën një largësinë e trupit të këtij.
A është më afër vendit ku është nis me bë tauben të mirët, apo është më afër vendit të krijimit ku ka qenë me të këqijt? Se është shumë me nëci ndërun vlazën edhe vendi, edhe shoqëria, që me kojet u shoqnu, se në herë nuk të lojnë me u këthy, se ti ki shok që s'fal namaz, se ti ki shok që përdorin cigare, përdorin alkohol, apo llojet drogave, ata nuk lojnë ty me u largu dhe me u këthy gjamis, dhe me u këthy vendeve të mira, dhe me fitu knatësinë e Zotit tënë. Largojë kësaj shoqërie, shko dhe shoqëro me njerëz të mirë që kanë me të mësu me bë punë të mira. Prandaj ky ju tha, mateni, a është shkutet mirë, apo ka mbet me të këqijt. Dhe thot Muhamedi alayhis salam në transmetim tjetër që transmeton Imam Muslimi, Allahu e bane që tjetë një pllom më afër vendbanimit të mirë. Ka lëviz Allahu Teala atë ditë tër relevin gjeografik dhe i ka mundësu që Allahu Teala mja pranu tauben e tij. Prandaj ndërum vëlla, shiqo mëshirën e Zotit. Përkundër asaj se fare s'ka vepru vepër të mirë po ka tregu ndërgjegje, ka tregu qëllim një jetë të pastër që po du mu kthy Zotit dhe është nis të vendi i burrave të mirë, Allahu ja ka pranu në momentin kur e ka kthy zemrën, ja ka pranu si pendim edhe përkundër asaj se asnjë ditë s'ka fal namaz, as ka bë vepër të mirë po i është kthy Zotit, nëse gjen vdekja i pendum, para se me të ardhë shpirtit të fyti, gërgare që quhet, që ka në hadithet Muhamedi alayhis salam, ty të pranohet të obeja. Në këtë vjen shpirtit të fyti, pëdën me dal, i ke pa me lachet e vdekjes, që te pëdën mu pendu, se e pave se vërtet që e vërtet vdekja dhe bota e me lacheve, Allah se pranën atë të obe. Allah nuk e pranën. Dhe po deri në atë moment, derën e ketë hapun, dhe duhet ti dhe unë dhe gjithë ne që të kthehemi sinqerisht te Zoti i yll, ai i cili lëviz tokën për me ta pranu tauben, ai lëviz edhe zemrat, prandaj lutet Zotin që ta drejtojë zemrën, ta hapë gjoksin dhe ta çelë mundsinë derën e udhëzimit për ty, për ne dhe për gjithë vëllezërit dhe motrat tona, po edhe për gjithë njerëzit tanë kënd ruzull të këso, se thirrja e Zotit për me u kthy Zotit është e përgjithshme, nuk ka vetëm për muslimanët mëkatar, po është për gjithë njerëzit. Tubu ila Allahi gjemian, pendohuni tek Zoti që të gjithë ju, o bit e Ademit alayhis salam, po edhe për botën e gjinve. Allah na lehtësoft tauben, na mundsoft që të pendohemi sinqerisht me zemër dhe me vepër të tregojmë se jemi të penduar. Dhe nëse kem qenë jo namazit, i kthehemi namazit, nëse kem qenë jo të mbulumet, i kthehemi mbulesës, nëse kem qenë përdorues të harameve, të alkoolit, cigares, drogave, kamatës, që të largohemi çdo sendit që e hidhron Allahun Teala. Allahu qoftë i kënaqur me ne, Zoti ne i pranoft ja Rab të gjitha teubet tona, pendimet tona, dhe Zoti na mëshiroft në këtë dhe në botën tjetër dhe në takoft me Resulullahin sallallahu alaihi wasallam. Deri në takimin ton të radhës, mbeqit në mëshirën e Zotit, me zemrat për ulura dhe të pendume, kërshi krijuesit ton. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.